Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Përzjeni mjalt me arra dhe do trajtoni një nga problemet që prek pothuajse të gjithë njerëzit. Mjalti është një ushqim natyral dhe i shëndetshëm i cili përmban shumë minerale dhe vitamina, aminoacide dhe acide organike. Ai ka aftësi kuruese për shëndetin si edhe për forcimin e imunitetit dhe për të qëndruar të bukur. Një kombinim i mjaltit me arrat mund të quhet si një ilaç më i mirë natyror dhe që është i aftë të trajtojë disa sëmundje. Ky kombinim i siguron trupit tuaj të gjitha vlerat e tij thelbësore duke filluar nga vitaminat, mineralet, proteinat, yndyrat dhe karbohidratet e nevojshme. Përgatitja është shumë e thjeshtë. Përzjeni gjysmë kilogrami arra dhe gjysmë kilogrami mjalt të papërpunuar. Mundet t'i shtoni dhe lëng limoni. Këtë përzierje ju duhet që ta konsumoni 3 herë në ditë para konsumimit të vakteve. Ky kombinim trajton presionin e lartë të gjakut, anemin, dhimbjen e kokës, ulçërat e stomakut, lodhjen kronike dhe pagjumsinë dhe sklerozën e të tjerë. Përveç se u jep të gjitha lëndët ushqyese, kjo përzierje ju përshpejton metabolizmin dhe përpasoj ju ndihmon që të bini edhe nga pesha. Shkencëtarët kohë më parë kanë treguar që përmbajnë dozë të madhe të vitaminave dhe mineraleve të rëndësishme, kështu që veprojnë pozitivisht në organizmin e njeriut. Ndërkaq, përbërja e tyre ndihmon që të shëroheni shumë shpejt nga sëmundjet e rrezikshme. Për të përmirësuar punën e organeve të brendshme dhe të gjithë sistemit, do të duhet që më shpesh të hani mjalt me arra. Kjo do t'ju bëjë dobi edhe në qoftë se ju jeni nën stres emocional apo nëse punoni punë të rënda fizike. Kur hani rregullisht mjalt dhe arra në organizmin ton, ndodhin këto ndryshime. Nëse keni vuajtur nga dhimbja e kokës, do t'ju ndihmojë në përmirësimin e saj. Normalizon punën e sistemit të tretjes. Për të zgjidhur kështu problemin me kapsllokun, ju duhet që më shpesh të hani këtë përbërje të ëmbël. Ndihmon në këndelljen e shpejtë nga lindja. Mjalti dhe arrat janë të pazëvendësueshme për shëndetin e femrës sepse përmbajnë substanca të cilat përmirësojnë qarkullimin e gjakut. Për forcim të imunitetit, mjafton që për ditë të hani një sasi të vogël të kësaj përbërje. Mjalti dhe arra gjithashtu stabilizojnë edhe çrregullimet metabolike. Rekomandohet që ju të hani më shumë përbërës të tillë gjatë ditës apo punës intensive të trurit, të cilat përmirësojnë përqendrimin. Arrat gjithashtu përmbajnë përbërës të cilët zbusin dhimbjet reumatike. Gjatë periudhës dimërore imuniteti do bësohet, prandaj trupi është më i ndjeshëm ndaj infeksioneve të ndryshme. Forconi organizmin tuaj me këtë pije dhe ruani shëndetin tuaj. E mbani mend herën e fundit kur keni ngrënë mjalt me arra, me siguri do të ketë qenë në shtëpinë e gjyshes, pasi ky ilaç popullor, siç e quajnë ato, është një ndër kombinimet më të mira që i siguron trupit të gjitha vlerat thelbësore, duke filluar nga vitaminat, mineralet, proteinat, yndyrat dhe karbohidratet e nevojshme. Përgatitja është shumë e thjeshtë, e gjitha çfarë ju duhet të bëni është që të përzjeni gjysmë kilogrami arra dhe gjysmë kilogrami mjalt të papërpunuar. Ju mundet gjithashtu t'i shtoni edhe lëng limoni. Këtë përzierje ju duhet që ta konsumoni 3 herë në ditë para konsumimit të vakteve. Mjalti me arrat janë dy ushqime që jo vetëm plotësojnë njëra tjetrën, por edhe përmirësojnë vlerat e tyre. Ul tensionin e gjakut. Rekomandohet që ju të përdorni 100 gram arra dhe 100 gram mjalt çdo ditë për 45 ditë me radhë. Siguroni që të keni furnizim të bollshëm të këtyre dy produkteve dhe mbani mend që arrat kanë një efekt laksativ, ndihmon me anemin dhe me gjakun.
Sipas preferencës ju mundet që të shtoni deri në 3 limon. Vendoseni masën në një enë qelçi. Merrni nga një lugë gjelle 3 herë në ditë gjysmore përpara çdo vakti. Forconi imunitetin. Mund të merrni sasi të barabarta të mjaltit dhe arrave dhe t'i përzini së bashku. Shtoni copa limoni ose thjesht lëng limoni. Në këtë recetë zakonisht përdoren arra të njoma, por në vende të ndryshme përdoren edhe arrat e pjekura. Piqeni arrat në furrë në një temperaturë prej 150 gradë Celsius për disa minuta. Shija e tyre do të shumë fishohet dhe gjithashtu nuk do t'ju pritet që të konsumoni më shumë. Lehtëson në dhimbjet e kokës. Ky kombinim shëron dhimbjet e kokës ndaj në vend që të merrni ilaçe. Konsumoni 1 deri në 2 lugë gjellë me mjaltë dhe arra në ditë. Kjo recetë do t'ju vinë në ndihmë edhe në rast se vuani nga pagjumësia apo keni probleme si ulçera në stomak. Merrni 20 gram arra të grira dhe hidhini në ujë të valuar. Kullojeni dhe do të përfitoni një lëng të ngjashëm me qumshtin. Shtoni 2 lugë me mjaltë dhe pini 2 deri në 3 lugë gjelle çdo gjysmë ore përpara çdo vakti. Gjithashtu arrat e gjelbra dhe të pabëra ofrojnë vlera vërtet të rëndësishme për shëndetin. Nëse bashkoni arrat e gjelbra me mjaltë, ju do të arrini të përgatisni një shurup me vlera të mirëfillta shëndetësore. Ky kombinim i fuqishëm krijon mirëqenie fizike dhe energjike. Ai rrit aktivitetin hormonal, ka efekt pozitiv dhe ndihmon fort për problemet e tiroides, rikthen qelisa dhe neutralizon helmet në organizëm. Arrat e gjelbra dhe të freskëta përmbajnë sasi të mëdha të vitaminës C, jodit dhe shumë vitaminave të tjera. Me arrat e gjelbra të pabëra përgatitet një shurup i cili është mjaft mirëbërës me mjaltë që vlen për persona që kanë probleme me tiroiden. Gjithashtu ky kombinim i vlerave të arra të pabëra u serviret edhe fëmijëve me fizik të dobët dhe sistem imunitar të dobët. Një tjetër përdorim shurupi me arra të gjelbra dhe të pabëra është edhe tek personat anemik. Kur kombinohen me mjaltë, arrat e gjelbra të pabëra kanë efekt pozitiv në rastin e anemisë dhe nxisin pastrimin e mëlçisë, stomakut dhe gjakut. Ky shurup është gjithashtu i dobishëm për gjëndrat e tiroides dhe funksionet e saj, sëmundjet e fytit dhe rrugëve të frymëmarrjes. Shurupi vlen sidomos për bronkitin, gjithashtu përmirëson sistemin imunitar, lehtëson problemet e shkaktuara nga menopauza, obeziteti dhe sëmundjet kronike të frymëmarrjes. Si ta përgatisni shurupin me arra dhe mjaltë? Ju duhen 40 arra të gjelbra të freskëta dhe 1 kilogram mjaltë cilësor. Përdorni doreza kur prisni arrat e reja në mënyrë që të mos ngjyrosni gishtat. Përgatitja: lajini mirë arrat e reja, më pas thajini dhe pritini në 4 pjesë. Vendoseni të gjitha pjesët e prera në një enë të madhe xhami dhe shtoni mjaltin. Mbylleni më pas enën dhe lëreni në një vend me diell për 1 muaj. Tundeni dhe ktheheni enën kokë poshtë një herë në javë. Arrat do të çlirojnë përmbajtjen e tyre shëruese duke i dhënë mjaltit një ngjyrë të errët. Madje trashësia e mjaltit do të hollohet. Sapo të përfundojë periudha e 1 muaji, ju duhet që t'i hiqni pjesët e arrave nga ena. Lëngu që përftohet është sigurisht një shërim për organizmin. Ruajeni shurupin tuaj në një zonë të errët dhe të freskët. Gjatë ditëve të nxehta mundet ta ruani edhe në frigorifer, por jo në ngrirje. Konsumimi: doza për të rriturit është 1 lugë çaj në ditë, mundësisht në mëngjes me një stomak bosh. Për fëmijët mbi 5 vjeç deri në 10 vjeç mundet që të përdorni gjysmën e dozës së të rriturve. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë
që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.